Nderuar shikues, mirë se takohemi edhe sonte në këtë emision në të cilin po trajtojmë tema, dilema, diskutime rreth çështjeve të agjerimit për kitazi me muajin e bekuar të Ramazanit. Sonte do të flasim për disa lloje të agjerimeve të cilat fetarisht janë të ndaluara ose të papëlqyera. Dhe për këtë temë kam të ftuar hoxhën e nderuar, doktor Muhammedin, i cili i dëshiroj mirëseardhje. Hoxhë, mirë se erdhe. Mirë se jeni, faleminderit për ftesën. Allah shpëleft. Hoxhë, me ty do të diskutojmë për temat e agjerimit të ndaluar. Tu e di që realisht feja na inkurajon agjerimin, madje na ka bë obligim muajin e bekuar të Ramazanit, që e dim krejt. Po aq sa na inkurajon feja për agjerim, në disa raste edhe na ndalon. Edhe ne si besimtar duhet të pajtohemi edhe me urdhrin edhe me ndalesën. Çush duhet me trajtu këtë koncept fillimisht? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Po dyshim se agjerimi është një prej ibadeteve më madhore të Islamit dhe është një prej shtyllave të Islamit dhe kanë ardhur shumë hadithe, ashtu edhe ka ardhur disa prej ajeteve kuranore në të cilat Allah Azza wa Jall tregon për agjerimin, për obligueshmërinë e tij dhe për disa prej vlerën e tij, për urtësitë e agjerimit. Dhe pastaj kjo tregon se, do të thonë, besimtari ka për obligim që një nështru, një bind Allahut Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ato që kanë urdhëruar se edhe në qoftë se kanë ndaluar nga diçka, sepse bindja plotë është nuk është vetëm në urdhëresa, por është edhe në ndalesa. Kur ka ndaluar Allahu Azza wa Jall nga diçka, atëherë edhe kjo hyn në bindjen tonë ndaj Allahut Azza wa Jall. Nuk mund të them besimtari agjerimi është i vlefshëm, i rëndësishëm, edhe unë du ma agjëru kur të kam qef. Por duhet më përmbajt. Do të më përmbajt rregullave, do ka situata kur është ndaluar. Kjo është tema që kemi me diskutuar. Cilat janë hoxha ato situatat më rigoroze në aspekt që ndalohet për besimtarin, edhe nëse ka vullnet, edhe nëse ka shnetin, edhe nëse ka dëshirë, por duhet më thonë ndal agjerimit. Janë disa lloje të agjerimit të cilat janë të ndaluara, që dietarët i kanë përmendur duke bazuar në ajete në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket ato aty në agjerimet të ndaluara, këto mund me ndonë në dy lloje. Agjerimet të ndaluara të formës së prerë, që në kupton se muslimani e ka haram me agjeru, dhe agjerim ka sevap nëse agjeron. Jo, ka veç ka gjuna. Domethënë ka gjuna me agjeru. Për arsye se është një vepër e tillë është ndaluar, mirë po ka disa lloje të agjerimeve të cilat janë tash shkollës më të nuk janë të formës së prerë, janë në kategorisë më të ulët, që do të thotë janë të papëlqyeshme, që nëse besimtari i lën ato, domethënë nuk i vepron, nuk agjeron ato kohë, atëherë ka problem. Mirë po nëse i vepron, nuk ka ndëshkim. Mirë po është e papëlqyeshme. Është e papëlqyeshme që thuhet në atë terminologjinë islame, janë makruh. Mirë. Cila është e më rigorozja që aty domethënë nuk ka dilemë, është as të dietarët se s'ban me agjeru? Ka në hadithe të ndryshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar nga agjerimi i ditës së Fitr Bayramit dhe të Kurban Bayramit. Dhe për këtë kanë ardhur disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po pak këtë temë. Kanë ardhur hadithe të shumta që në të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam decisive ka është ijtihadi fuqaha. Jo, bile ka konsenzus të dietarëve sa i përket kësaj çështje se është ndaluar që besimtari të agjerojë ditën e Bayramit, ditën e Fitr Bayramit dhe ditën e Kurban Bayramit. Dhe kanë ardhur këto, domethënë kjo ndalesë në për hadithe të shumta, shumë të tyre janë në Sahihun e Buhariut dhe të Muslimit. Për shembull kemi hadithin e Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ka thënë nha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmayn, yawm al-fitr wa yawm al-adha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ka ndaluar nga agjerimi i dy ditëve, e ditës së Fitr Bayramit dhe ditës së Kurban Bayramit. Festat e musliman kur duhet me manifestu, me ngrënë, me u gëzu,
Nuk lejohet aty me agjëru me thonë po e vazhdoj unë se është mirë se vap agjërimi. Ja, po, është e ndalume. Ka ardhur në hadithin e Aishës në Sahih Muslim edhe hadith Umar ibn Khattabit, Ibn Umayrit edhe hadithet e tjera të shumta të sahabëve radhiyallahu anhum. Në cilën në hoxhë është trajtuar prej sahabëve në mënyrë masive, është e njohur me transmetim, nuk është vetëm që ka një transmetim. Edhe për asaj në mbështet, po ka më shumë se një transmetim. Vetëm në Sahihun e Buhariut edhe të Muslimit, domethënë janë 4 ose 5 transmetime. Po ashtu edhe në koleksionet e tjera ka domethënë transmetime të shumta. Dhe ka ijma konsenzus të dietarëve sa i përket kësaj çështje. Mirë shumë. Përveç mirë, kur folëm për Bajramin, të na Bajrami madh, Bajrami vogël, 3 ditë, 5 ditë, cilat janë ato ndalesat në agjërim? Se përket fesës Bajramit, fetarisht edhe për nga tradita që është manifestohet të na. Se përket fesës Fitr Bajramit, është ndaluar vetëm dita, të agjërohet vetëm dita e Fitr Bajramit, do të thonë dita e parë e Bajramit. Ndërsa sa i përket ditës ose ditëve të Kurban Bajramit, në këto hadithe ka ardhur decisivisht, do të thonë përmendja e ditës së parë të Kurban Bajramit, mirë po në disa hadithe të tjera është përmendur edhe që ka ardhur ndalesa nga agjërimi i ditëve që quhen ndryshe Ayamut Tashrik, është dita e dytë e Kurban Bajramit, e treta dhe e katërta, ose respektivisht nëse i kthejmë edhe me domethënë hijri, vjen dita 11, 12 edhe 13. Te më kthy pak te dita e Bajramit, me që mas Bajramit na jemi të inkurajum me agjëru ditët e Shevalit. A i bjen ajo që nëse një person fillon me njëherë ditën e dytë Bajramit, është në rregull apo duhet me prit manifestimin 2-3 ditë të fesës Bajramit? Fetarisht apo varësisht nga kultura dhe tradita e një populli? Fetarisht është e lejuar. Domethënë se s'ka kurfar nuk hen gjëna, nuk ka kurfar ndalesa, mirë, po tash kur vi musafir ose kur domethënë dikush e ka ndonjë ceremoni ose diçka pritin e musafir me shkurin musafir, ndoshta mund të duket se janë fleksibil, nuk është se duhet me një herë me ngjit me ditën e Bajramit. Jo, nuk është gjatë gjithë muajit kemi hapësirë. Mund me agjëru gjatë gjithë muajit, mirë, po më mirë është me agjëru sa më shpejt. Domethënë sa më shpejt. Mirë, përmend hoqë pjesë e ndalesës janë edhe Ayamut Tashrik. Çka janë ato ditë pak për shikues që nuk janë ndoshta shumë njohur me terminologjinë fetare? Cilat janë ato ditë? Edhe a është fjala këta për ata që janë haxh apo edhe për tjerët apo si është veprimi? Ayamut Tashrik ose ditët e Tashrikut janë, siç e përmenda më herët, janë dita 12, 13 ose dita 11, 12 dhe 13 Dhul Hijjes, ose respektivisht dita e dytë e Kurban Bajramit, e treta dhe e katërta e Kurban Bajramit. Sepse ditën e parë na veç e krytëm, dita e parë e Bajramit kemi dhe lejueshmëri me agjëru. Po? Sa përket këtyre ditëve të Tashrikut, janë quajtur ditë të Tashrikut për arsye se muslimanët, ata të cilët shkojnë në haxh, muslimanët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pas kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë pasur zakon që mishin e kurbanit, të cilin kanë therrur për shkak se kanë bërë haxhin tamattu ose qiran, do thonë kanë ngrënë një pjesë të mishit të tij, po në atë kohë s'ka pas frigorifer ose të ngjashme, atëherë e kanë terrë dhe e kanë coptu, e kanë ndarë riska dhe pastaj e kanë terrë, e kanë thah. Për këtë arsye janë quajtur edhe ditët e Tashrikut. Sa përket ndalesës ditët e Tashrikut ka nevojë për detajizim. Ka në hadithin e Abdullah ibn Umayrit dhe hadithin e Aishës radhiyallahu anha që e përmend Imam Buhariu se ata kanë thënë të dytë lem yurakhas fi ayam at-tashrik an yusamna illa liman lam yajid al-hadi. Ka thënë nuk është lejuar që ato të agjërohen përveç se për personin i cili nuk gjen kurban. Që do të thotë janë të ndaluara për personat e tjerë, edhe për haxhilert janë të ndaluara përderisa ata kanë mundësi financiare me pagu kurbanin, përderisa janë domethënë e kanë haxhin tamattu, ose nëse mund me shpjegoj shkurtimisht çka është haxhi tamattu, është kur dikush e kryen umrën në kohën e haxhit ose në muajt e haxhit, domethënë që fillon më herë pas Ramazanit dhe qëndron në Mekë, pastaj e kryen haxhin në të njëjtin vit. Domethënë ai ky person është obliguar me prej në therr një kurban. Nëse i ka mundësi. Nëse ka. Nëse i ka mundësi të zban me agjëru. Nëse si ka mundësi me therr,
në qoftë se nuk e ka mundësit me therë, ose ka pas mundësit, mirë po e kanë humbë parat, ose jo është vjedh ty në një shumë e parave dhe s'ka mundësi me therë, atëherë ai duhet të agjeroj disa ditë të cilat janë gjatë haxhit, që është ka ardhur në ajetin kuranor, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idha raja'tum." Domethënë ajeti kuranor, ajeti kuranor thotë kush nuk gjen, domethënë kush nuk gjen kurban, nuk ka mundësi me pagu kurbanin, atëherë le të agjeroj 3 ditë gjatë kohës së haxhit dhe 7 ditë kur të kthehet në vendin e tij. 10 ditë do të kompenzojnë therrjen e kurbanit për haxhiun. Për haxhiun. E tash, ai I cili është në haxh dhe nuk mund me therë, po mu I kam agjeru 3 ditë. Kur me agjeru këto 3 ditë? Më së miri është me agjeru, domethënë në këtë periudhën, për shembull, kur të hynë në ihram, disa prej dietarëve thonë se është mirë që të hyhet në ihram për këtë njeri I cili e din që nuk gjen kurban, nuk ka mundësi financiare me pagu, është në ditën e 6, 7, 8, pastaj shkon në Mina dhe pastaj shkon në Arafat edhe kryen ceremonit. Po nëse dëshiron, mundet edhe me agjeru ditët e Tashrikut. Që është më mirë që me shmang ditët e Tashrikut tekse që ka. Po. Mirë. Këto me çto hoxhe për mbledhen agjerimet e ndaluara për nga aspekti I ditëve. Mirë, e përmenëm edhe jo që ka disa agjerime që nuk janë të preferuara, janë të papëlqyera në aspektin fetar. Nëse kena me shtu diçka të kjo pikë para se me kalu të agjerimet? Mune me përmenë edhe ato që ka, dhe me thanë, disa për djetarve kam përmenë që është ndaluar, me gjithë për këtu ka më spajtime në me djetarve, është ndaluar të agjerohet, dhe me thanë, dita që quhet ndryshe dita dëshimt. Dita dëshimt. Shumë mirë. Dhe me thanë, dita dëshimt, është ajo ditë, shumica djetarëve ditë dëshimt konsiderohet ajo dita, një ditë para Ramazanit, që dhe më thonë, është dita e fundit e muajit Shaban, dita e 30, apo është dita e parë e muajit Ramazan. Dhe më thonë, fillimisht, muslimanët kanë për detyrë me shiku honën, po në qoftë se kanë dalë edhe me shiku honën. Mirë, po aty ka pengu nga shikimi honës ndonjë pluhur, vranësin, mjegull, ose të ngjashme, pa mundësi, dhe më thonë, edhe s'kam pas mundësi me pa honën, atëherë ka ardhur në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do të plotësu dita e 30 e muajit Shaban. Do të thonë mos ma agjeru me ngrën ditën e 30. Ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in qumi alaykum fa ikmilu 'iddat Shaban 30. Thatë agjeroni kur ta shihni honën, bëni bajram kur ta shihni honën dhe qartë, do të thonë kur ta shihni honën dhe nëse keni pas pamundur me pa honën për shkak të mjegullës ose rreve, atëherë plotësoni numrin e Shabanit 30 ditë. Kjo quhet, domethënë dita e dyshimt. A është ditë e parë e Ramazanit apo dita e fundit e muajit Shaban. Mirë, po ka në disa prej haditheve të tjera që është ndaluar agjerimi kësaj dite. Specifikimi kësaj dite me agjerim. Ka nga Ammar ibn Yasiri radiallahu anhu se njëherë ka qenë me shok ose me tabin të tjerë, ndoshta ka qenë prezent aty edhe disa prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i është sjell një djele e pjekur dhe dikush prej njerëzve aty ka thonë një magjerushëm se nuk mundem me ngran, ka thonë man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Ai I cili agjeron në ditën e cila është dyshim, atëherë ka kundërshtuar ditën e 30, domethënë edhe ka qenë ditë e dyshimt, dikush ka thonë për siguri unë po rri agjerueshëm. Ama kjo lloj sigurie nuk kërkohet në këtë rast. Jo, është ndaluar, bile, domethënë sipas mendimit më të saktë është që është ndaluar rrepsisht, domethënë është haram që me agjeru. Përveç nëse dikush, për shembull, e ka zakon ndonjë lloj të agjerimit që e ka, domethënë për shembull ditën e hanë dhe tajt, edhe qëllon dita e fundit, domethënë dita e ajit ose e hanë, ose një ditë po, një ditë jo. Dhe ka qelluar kjo ditë, domethënë që të jetë dita e fundit e muajit Shaban, ose dikujt për shembull ka mbet kompenzimi I muajit Ramazan, qoftë mashkull apo femër, ose dikush e ka bën një agjerim, për shembull nedher me agjeru, atëherë këta përjashtohen. Specifikimi I ditës si ditë e dyshim për Ramazan ose jo, atëherë është ndaluar. Mirë, po nëse ka pas zakon, ose nuk e ka, domethënë ka qenë zakon e tij me agjeru, ose ka pas I kanë mbet disa ditë caktuara, atëherë nëse ka një arsye jashtë çështjes dyshimit Ramazanit,
ka tolerancë me mbri edhe atë ditë me agjeru, që me hinë Ramazan, si mos nëse ka nëj kaza diçka, me hi pastër. Mirë shumë, mirë, atëherë kalojmë pra të disa prej agjerimeve që jenë përmendur në hadithe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka qortuar ose ka ardhur në transmetimin nga ai. Edhe prej tyre është agjerimi i pandërprer gjatë gjithë kohës, se jam dëher. Çka nuk kuptohet me këtë agjerim edhe pse është i ndaluar në xhamat? Ky lloj agjerimi nuk kupton atë lloj agjerimi i cili bëhet pandërprer, po me përjashtim të ditëve, domethënë të bajrameve dhe ditëve të shrikut që është qartësuar që është ndaluar për atë i cili nuk është haxhi dhe i cili nuk domethënë nuk ka situatën me kurban. Me kurbana. Për ndryshe këto ditët të shrikut janë të ndaluara për njerëzit e tjerë. Domethënë ai i cili agjeron vazhdimisht, ka thonë, unë për vete nuk e kam probleme agjeru, trupin e kam të shëndosh, po du me agjeru, po du me bë sëllove. Zhjithën një lloj asketizmin këtë aspekt. Një vëllaj zohdi, një vëllaj asketizmi, po du me agjeru gjatë tër vitit me përjashtim të këtyre ditëve. Atëherë, a është e preferuar, a është e ndaluar, a është forma së prerë, domethënë ndalesa apo jo? Ka një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi Abdullah bin Amr ibn Asit dhe hadithi Ebu Qatades, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte u informuar rreth Abdullah bin Amr ibn Asit radhiyallahu anhu se ai agjeronte pandërprer dhe falte për çdo natë namazin e natës deri në mëngjes, domethënë të natën në falte. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes tjera që ka thonë Abdullah ibn Amr ibn Asit i ka thonë la sama man sama al-abad. Në një transmetim tjetër la sama man sama ad-dahr. Domethënë nuk ka agjeruar ai i cili agjeron vazhdimisht. Tash dietarët kanë mospatime rreth kuptimit të kësaj fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A është kjo kuptimi i kësaj fjale? Zhvillësimi i agjerimit? Është një, sipas një mendimi, thonë se kjo është dua e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kundër personit i cili vepron kësaj. Që nuk kupton, domethënë kërcënim për ta që mos agjeroft ai i cili e bën vazhdon domethënë agjerimin pa ndërprer. Mirë, po disa dietarë të tjerë thonë se nuk është për qëllim duaja, është për qëllim pohimi. Dhe këtu është për qëllim që ai njeri i cili e ka pas zakon ose ka bërë zakon që me agjeru pa ndërprer, atëherë si më thonë, ai nuk lodhet në agjerimin e tij, trupi i tij është mësu, prandaj sikurse nuk pa agjeron, ai nuk pendin atë far etjen dhe urin dhe domethënë nuk e merr shpërblimin e plot. Ky është ai dhe dietar kanë përmendur shumica dërmuese dietarëve sa i përket këtij hadithit dhe disa prej haditheve të tjera, domethënë kanë përmendur se nuk është e kategorisë së prerë ose domethënë ndalesë e prerë, që nuk kupton nuk është haram, mirë po është e papëlqyeshme. Po është një lloj çortimi sidomos për ata që mos ne mundet mi mundu ose të shkardh vetë prej Abdullah ibn Amrit si një lloj pendese që të kisha pranuar lesimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë sikur e ka paralajmëruar pejgamberin sa që s'mundesh me vazhdu tani jetën në këtë agjerim. Mirë, kemi situata tjera të kësaj kategorie që është përmendur te fuqahat, çështja e agjerimit e përmendëm më herët jo më shek të Shabanit, po si gjysma e dytë e Shabanit. Është një dilemë të dietarët këtë temë, disa hadithe në saktësim ose jo. Është një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është transmetuar, idhan tasafa Shaban fala tasuma. Kur arrin gjysma e Shabanit, atëherë mos agjeroni. Ka mos pajtimi rreth saksimin të këtij hadithi. Disa prej dietarëve kanë konsideruar hadith të saktë, sikurse Tirmidhiu dhe të tjerë. Mirë po dietarët e shumë, sikurse Imam Ahmedi, Yahya ibn Ma'ini dhe disa prej dietarëve të tjerë, sikurse Abu Zur'a ar-Razi, e kanë konsideruar si hadith të dobët. Prandaj kush e merr për bazë këtë hadith, thotë se është e papëlqyeshme që të agjerohet kjo pjesa mbetur e muajit Shaban. Natyrisht po flasim për ata njerëz që nuk kanë pasur zakon të agjerojnë ditë caktuar, për shembull ditët e hëna të hajit ose një ditë po ose një ditë jo, për këta nuk vlen, këta nuk hyn këto. Mirë po është për qëllim me këtë hadith. Ata të cilët e pranojnë si hadith dhe veprojnë me të çka është ndaluar në këtë rast? Në këtë rast është ndaluar që dikush për shembull nuk e ka pas zakon me agjeru. Dhe kur vjen muaji Shaban, si mos Ramadan më po i tek po don me agjeru me ngjit me Ramazan. Po, me ngjit me Ramazanin, ky është domethënë qëllimi i hadithit që ka përmendur edhe Imam Tirmidhiu në ai vjen edhe nëse dikush është të agjeru vazhdimisht si të hanët e ditë bardhën ashtu në ditë po në ditë jo, sikur vjen te 15 që pak munal me pauzu me pushu.
A vlen edhe për këta kjo? Jo, se ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është ndalesa për këta, është se ai mund me vazhdu, sepse edhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një hadith po duam të citu, që ka të bëjë me pjesën e fundit të Ramazanit, la yataqaddaman ahadukum Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmin illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Ka thonë askush mos i paraprin Ramazanin me agjerimin e një ditë apo 2 ditë. Përveç një personi i cili ka pas zakon me agjeru, atëherë le të agjeron. Pikërisht që ata që janë të rregull, për shembull, ka dhënë tolerant. Edhe vetë praktika që është transmetuar pe Usamës e Aishës se nuk kanë pas se ka agjeru më shumë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sikurse në Shaban. Do më thënë, ajo ndalesa për qartësim është dikush se ka zakon agjerimin edhe veç ka qef me fillu prej 5 minuta. Megjithatë, edhe si hadith nuk është shumë i fortë, kështu që nuk muj me shtin ashtu atë kategoritë ndalesave, sidomos nëse dikujt ai ka mbet në kaza diçka. Jo, kjo bën përjashtim. Na mi thonë që jo s'ban tash ti me agjeru. Është interesant se Ibn Rajebi rahimahullah në ka një libër Ilal e ka përmend këtë hadith mesin aty në hadithet që nuk ka punu fuqahaja me ta. Interesant. Unë kam përmend këtë hadith. Edhe nëse është i pranuar tekstualisht, do të thonë e përmend nga Tahawi, thotë kjo ka qenë mendimi i Tahawit rahimahullah, mirë po, siç përmendën disa dietarë kanë punuar, kanë thonë është makruh. Po kush e konsideron këtë hadith sahih, atë punon ato. Mirë po e konsideron si makruh, jo si ndalesë. Ndalesa nuk është rigoroze. Mire, kemi ditën e Arafatit. Dikush agjeron, dikush s'agjeron. Çush është puna e kësaj dite? Dita Arafatit ka në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shpërblimi, vlera e saj, shpërblimi për ata i cili agjeron. Do të thonë se ai kush agjeron ditën e Arafatit i fshin gjinat e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Kjo vlen për njerëzit të cilët nuk janë në haxh. Ndërsa se përket njerëzve të cilët gjenden në haxh dhe qëndrojnë në Arafat, në vendin Arafat, atëherë është e papëlqyeshme që ta agjerohet kjo ditë në mënyrë që njeriu, domethënë, të koncentrohet në dua dhe në veprimet e tjera. Pse është ditë shumë madhështore, ditë shumë e vlefshme, ditë adhurimi, pjesa e agjerimit duhet në mënyrë mos më dobësu. Mos më dobësu, më shfrytëzu me diçka tjetër. Sepse është edhe vendi, ambienti, vend hapësirë, njëri ka nevojë me pas pak fuqi trupore, se ka dhe lëvizje, besa prej aty mas ne duhet me lëviz Muzdalife e gjana. Domethënë urtësia profetike është e qartë në këtë aspekt. Po, ka edhe disa hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është përcjell një hadith, mirë pa është hadithe do, po ka hadithet e tjera. Për shembull, në Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmi Arafa bi Arafa. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar nga agjerimi i ditës së Arafatit për ata njerëz që qëndrojnë në Arafat. Mirë pa është hadith daif. Mirë po ka hadithet e tjera në të cilat sipas tyre nuk kuptohet që është e papëlqyeshme, është makruh agjerimi i asaj dite. Këtyne është hadithi Umul Fadl, e cila tregon se një herë ata sahabët që kanë qenë në Arafat bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam patën polemizu a është agjeruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo jo. Dhe thotë unë kam dërguar një gotë me qumsht dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pijet gotë me qumsht duke qenë videve. Pranin krejt sahabëve. Duke vëzhguar ata, domethënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Përmendet edhe nga Mejmunja se kështu ka vepruar. Edhe Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhu përmend se është pyet rreth agjerimit të kësaj dite, ka thënë se kam po haxh me pejgamberin alayhis salam, me Abu Bekrin, me Omer, me Uthmanin radhiyallahu anhum, dhe asnjë prej tyre nuk e ka agjeruar këtë ditë duke qenë ata në Arafat. Edhe kjo hoç sigur po lidhet realisht me ditën e Kurban Bayramit, me ditët e Teshrikut, janë këto ditë e haxhit, të cilat fokusi është te adhurimi i haxhit, ritualet e haxhit, jo te agjerimi. Po. Mirë, temë tjetër, se situatë tjetër është veçimi i disa ditëve në mënyrë specifike e konkretisht dita e xumës. Çka është tema e ditës së xumës me agjerimin? Kanë ardhur disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shembull në një prej haditheve që është hadithi në Buhari dhe Muslim ka thonë la yasumana ahadukum yawm al-jum'a illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Do të thonë askush mos agjeroj për juve, asnjë për juve mos agjeroj ditën e xumës, përveç se nëse ja bashkangjet ata me një ditë përpara apo pas saj. Do të thonë ditën e enjte apo ditën e shtunë. Do të thonë mos më specifiku. Mos më veçu. Dhe kjo hadith edhe hadithet e tjera tregojnë se ka një ndalesë. Mirë, për të shumica dietarëve kjo ndalesë nuk është asaj në, domethënë kategorisë të
matnalit, domethënë kur ndalesa në kupton që është haram. Mirë po është një njeri agjeron nuk është se domethënë nuk është se merr ndëshkim ose merr gjëna. Ama spaku më preferuar është nëse veç vendos me agjeru atëherë le ta bashkan gjatë një ditë për me arrit këtë urdhër profetik. Po. Ila dhe është ai hadithi e Juwairijës që ka njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa Juwairijën radhiyallahu anha duke agjeru ditën e xumës, ka thonë a ke agjeru dje? Ka thonë jo. A ke do të agjerosh nesër? Ka thonë jo. Atëherë prishe, ka thonë agjerimin. Domethënë dita e xumës duhet mu respektu jo vetë po me një ditë para ose një ditë mbrapa. Mas ditës xumës, kena ditën e shtunë dhe o ma edrake me sept. Dita e shtunë është problematike edhe të muhaddithin dhe të fukahat. Na elaboro shkurtimisht çka është tema. Sa përket ditës së shtunë, nëse mund me ndërlidh me të hadithin që përmendëm ose dy hadithe që përmendëm, që në kuptohet për aty në dy haditheve se dita e shtunë lejohet të agjerohet në qoftë se bashkangjitet me ditën e xumës. Kjo është, domethënë, ajo që aludojnë ato dy hadithet. Ato dy hadithet në Sahihun e Buhariut dhe Sahihun e Muslimit. Ndërsa është një hadith për të cilën ka debatuar dietarët, është hadithi sakt apo jo. Hadithi Sammas ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yasumma ahadukum yawm as-sabt illa li faridatin la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturida alaykum fa illam yajid ahadukum illa li ha'inabin aw 'uda shajaratin falyamdugha. Ka thënë mos ta agjeroj askush për jush ditën e shtunë përveç se për ata që ka obligim të agjeroj, dhe me thonë sikur se agjerimi Ramazanit ose ndonjë obligim tjetër. Në qoftë se askush për jush nuk gjen diçka që me prish agjerimin, përveç se ndonjë flet rrushi apo ndonjë do të thonë çop drurit, atëherë le të përtyp. Ky hadith mas pari ka mos vajtimi ndërmjet detajeve është hadithi sakt apo jo. Nga aspekti transmetimit. Sa përket këtij hadithit dietarët e mëhershëm e bojnë hadithin daif. Për shembull, për aty që kanë bërë hadithin daif janë shumë për aty dietarë të mëhershëm për sikur Imam Ahmedi, Imam Nasaiu, kësaj shkencë. Imam Maliku ka thonë ky hadith është rran, domethënë hadha kadhib, ka thonë. Po ashtu Imam Zuhriu, Imam Auza'iu, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Ibn Qayyim, Ibn Hajar rahimahullah, të gjitha kanë konsideruar si hadith daif, kanë folë edhe në aspektin e senedit, se aty ka thonë transmetime të ndryshme, cilat janë në forma të ndryshme që shkaktojnë nevojën hadithin që quhet domethënë hadith muttarib, hadith një prej llojeve të hadithit daif. Mirë po kanë thonë edhe qëndron edhe në aspektin e fjalëve që janë këtu ka problem, sepse vjen dash me hadithet e tjera. Për këtyne ato hadithet që përmendëm. Sipas këtij hadithit nuk bën me agjeru ditën e shtunë përveç se nëse është agjerim farz. Ndërsa ato të tjerat janë që domethënë janë që lejohet. Domethënë për çti koncepti i bën që veç në Ramazan ose në obligim që e ki, përndryshe as kur bën ditë që janë përshtatshme të sunetit, ditë Arafatit ose ditë tjera që mundën ditë bardha kështu me radhë. Mos më agjeru për shkak këtij citati. Po pavarësisht këtyre, a ka hadithe që veç me veçu ditën e shtunë, jo për aspekt fort, po vullnetarisht me agjeru. Dikush don me agjeru veç ditën e shtunë për çef. Në sajt këtina hadithit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është edhe një hadith tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas shumti që ka agjeru ka qenë dita e shtunë edhe dita e diell, se këto është me i kundërshtu, domethënë me këta ehli kitabin. Mirë pa hadithi nuk është i saktë, nuk është hadithi i saktë. Sa përket këtina hadithit vetëm domethënë është ky hadith i cili për të cilin për shembull nëse dikush themi se konsideron si hadith të saktë dhe pastaj aty është i formës prerë apo jo, se disa shumica dietare që kanë konsideruar si hadith të saktë kanë thonë është mekruh. Nuk është haram. Domethënë edhe nëse pranojmë rigoroziteti i tij nuk është i ndalesës prerë, por për çortim edhe për keraha. Mirë, po më saktë është që domethënë agjerimi i ditës së shtunë është i lejuar. Për arsye se hadithi është daif dhe domethënë nuk ka ndonjë argument të fortë. Që vjen sidomos kur vjen kjo tema e ditës Arafatit, mos më bësh shumë dilemë debat, se është një gjë që shumica dietarëve domethënë ose kanë konsideruar mekruh ose disa prej tyre kanë konsideruar për shembull Ibn Taymija rahimahullah ka konsideruar që është e lejuar. Domethënë kanë konsideruar që është. Po gjemi ka fundi është përmend edhe veçimi ose madhërimi i muajit Rexhep, shkurtimisht para se ta përmbyllim. Çka është thënë për këtë temë tek fuqahat dhe dietarët?
në kohën e xhahiletit e kanë pasur ata, domethënë, Muajt e shenjtë. e kanë madhëruar disa prej muajve të shenjtë, mesin e këtyre muaji Rexhep. E kanë madhëruar, e kanë konsideruar muaj të madh dhe për këtë arsye ka ardhur nga Umar ibn Khattabi radiallahu anhu se ai i ka obligu njerëzit që të hanë gjatë këtij muaji, bile disa prej ditëve, në mënyrë që mos me madhuru dhe i ka thënë njerëzve që ata banorët ose ata që kanë qenë në periudhën e ignorancës e kanë pas zakon me e madhuru këtë muaj, atëherë për me kundërshtu ata, atëherë me u dallu prej tyre. Kështu ka ardhur edhe nga Abdullah ibn Umar radiallahu anhu dhe disa prej dietarëve përmendin se ka konsenzus të dietarëve sa i përket kësaj çështje, domethënë veçimi i muajit Rexhep. Domethënë nuk është praktik as profetike, as sahabe, as dietarëve të mëdhenj që kur hyn në muaj Rexhep me ju përkushtu agjerimit. Sepse duhet mu dallu pak nga praktikat e xhahiletit. Edhe realisht me u angazhu mu përforcu për Ramazan. Mirë hoxhë, emisioni shkoi shpejt, kënaqësi që ishim bashkë bisedim, do të shpërbleft. Atëherë shikues të nderuar, ne këtu ju përshëndesim me shpresë që takojmë sërish. Mirëmbëjtje, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.